Gjëja që kam ndryshuar tek vetja gjatë këtij Ramazani thotë është se humba kile dhe fala namaz, ikja për namaz dhe më pas bëja shumë dua, kaq, mashallah. Mashallah, ku ka dietë më të mirë se agjerimi. Allahu të rrit. Fala namaz, kjo është më e rëndësishmja. Patjetër, shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme pas shahadetit. Shkoja në namaz, mos harro se sa herë, sa hapa hedh për të shkuar në xhami, ngrihesh një gradë tek Zoti i gjithësisë. Dhe patjetër, pra bëhet shkak që të bien mëkatet. Dhe më pas bëja shumë dua, kaq, ku ka më mirë se sa lutja. Agjëruesi e ka i lutjet pranuar. Mashallah, por lutjet vazhdojnë edhe pas Ramazanit. Ud'uni astajib lakum, lutmuni mua, thot Zoti i gjithësisë, të përgjigjem ju. Allahu të rujt, Allahu të dhënë të mirësi. Amin. Selam aleikum. Gjëja thot që kam ndryshuar tek vetja gjatë këtij Ramazani është se kam lënë muzikën dhe kam zëvendësuar me dëgjim Kur'ani. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Mashallah. Allahu të rujt. Allahu ta mundesoft që vazhdimisht me dëgju Kur'anin, vazhdimisht me lexuar Kur'anin, vazhdimisht me medituar dhe me praktiku fjalën e Zotit gjithësisë në përditshmëri. Muzika ngurtson zemrën, të largon nga përmendja e Allahut, të nxit për punë të këqija, ndërsa Kur'ani është qetësim për shpirtin. Është mirësi, shpërblehesh tek Allahu i lartësuar, mashallah. Elus Allahun e lartësuar që vazhdimisht të ta mundësoj ty bashkë me ne që me dëgjuar fjalën e Zotit të gjithësisë. Amin. Ndryshimi që kam bërë unë tek vetja gjatë këtij Ramazani thot është përmendja e Allahut më shpesh. Mashallah. Ku ka më mirë se sa me përmend Zotin e gjithësisë? Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Thot Allahu i lartësuar në Kur'an, me të vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Shpërblim të madh ka përmendja e Zotit gjithësisë. U premtohet atyre që e përmendin Allahun e lartësuar falje. Pra Zoti i gjithësisë ka përgatit për ata falje dhe shpërblim të madh. Lum për atë njeri që e përmend Zotin e gjithësisë. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah. Vazhdimisht me e përmend Zotin e gjithësisë. Allahu të rujt dhe Allahu ta mundësoft që vazhdimisht ta përmendësh Allahun e lartësuar. Amin. Ndryshimi që ka bërë tek vetja gjatë këtij Ramazanit thot është se ngrihem për sabah dhe fal 5 namazet. Mendoj që është ndryshimi më i mirë, po pasha Zotin. Po pasha Allahun, ky është ndryshimi më i mirë që mund të bëjë njeriu. Me fal namazin, shtylla e dytë e Islamit, shtylla më e rëndësishme pas shahadetit. Po ku ka më mirë se sa njeriu me e fillu ditën me faljen e namazit sabahut? Mashallah, dhe ku ka më mirë se sa me e mbyll ditën, pra me e mbyll ditën e tij me namazin e yacis. Mashallah, lidhje me Allahun e lartësuar 5 herë në ditë. Mirësi e madhe, kush i fal 5 vaktet i premtohet xheneti. Është hapi dhe ndryshimi më i mirë që ke bërë ndonjëherë. Elus Allahun e lartësuar që të kesh vazhdimsi, elus Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj vazhdimisht me e fal namazin dhe t'ja mundësoj edhe atyre që se falin, ta falin atë. Amin. Gjëja që ka ndryshuar tek vetja gjatë këtij Ramazani është thot se u bëra më e disiplinuar në orar. Me të vërtetë, muaji i Ramazanit pra e bën njeriu të jetë më i disiplinuar, sepse e fillon agjerimin me orar, e çel me orar. Po imagjinoje gjithë muajin, patjetër që njeriu arrin ta ndryshojë këtë gjë dhe disiplinohet pra në këtë gjë. Mashallah, Allahu ju rujt. Allahu ju mundësoft që edhe një çështje tjetër që është namazi, edhe ai e mëson njeriu më shumë me orar, sepse Allahu i lartësuar për namazin, a di çfarë thot në Kur'an? Me të vërtetë namazi është obligim për besimtarët në kohë të caktuara, në orar. Zoti ju rujt. Ndryshimi që ka bërë tek vetja gjatë Ramazanit që kaloi thot kam mësuar të lexoj Kur'anin arabisht, mashallah. Mashallah. Me e lexu Kur'anin ashtu siç i është shpallur profetit alayhis salam, mirësi e madhe. Një shkronjë me 10 sevape. Leximi i Kur'anit ka shpërblim tepër të madh. Elus Zotin e gjithësisë që të ta mundësoj që vazhdimisht me lexu Kur'anin,
me medituar në fjalët e Allahut lartësuar dhe me praktiku atë në përditshmëri. Mirësia e madhe është leximi i Kuranit. Lum për atë që e hedh këtë hap, e merr këtë vendim në jetë që me lexu Kuranin. Dhe sot mundësit janë të shumta. Ke xhamia më afërt, mund shkosh me mësu leximin e Kuranit. Online, ka institute dhe bujrum, është i mirë pritur kushdo, shkruajnë privat inshallah të orientoj, Zoti ju rujt. Ndryshimi që ka bërë tek vetja gjatë këtij Ramazani thot namazi elhamdulillah, elhamdulillah. Masha Allah, nuk ka më mirë se sa njeriu me hedh hapin për shtyllën e dytë të Islamit, shtylla më e rëndësishme pas shahadetit. Masha Allah, elus Allahun e lartësuar që të të forcoj, elus Zotin e gjatësisë që të ta mundësoj që vazhdimisht me e fal namazin. Porosia e fundit që na kalon profeti ynë sallallahu alaihi wasallam, namazi. Lidhja e robit me Zotin e gjatësisë. Kush i fal 5 vaktet, i premtohet xheneti. Allahu ta mundësoft që vazhdimisht me e fal namazin. Amin.